Me rastin e ditës botërore të tokës u zhvillua në Vlorë një aktivitet simbolik me në fokus ndërgjegjësimin qytetar për mbrojtjen e mjedisit dhe transformimin e qëndrueshëm urban. Aktiviteti organizua në kujdesin e veçantë të kandidatit për deputet të Partisë Socialiste në qarkun e Vlorës, Endri Hyseni. Në takim mori pjesë edhe kryebashkiaku i Vlorës Ermal Dreda, si dhe specialist të njohur të mjedisit. Kandidati i Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Vlorës, Endri Hyseni, premtoi se mjedisi do të jetë në fokusin e programit të tij. Sot është dita botërore e tokës. Në kuadrin e kësaj dite jemi mbledhur këtu pranë rajonit 4 në lagjen tonë për të diskutuar për sa i përket çështjes të ditës botërore të tokës me një panel shumë cilësor, ku prezent është profesor Zydi Teqe, profesor Silviano, kryetari i bashkisë zoti Ermal Dreda, si edhe aktivisti dhe zëri shumë i fortë i shoqërisë civile për çështjet mjedisore, zoti Simori Baj. Jam i nderuar të përpara jush të marrë fjalën për diskutuar për çështjet mjedisore, për sa i përket ditës botërore të tokës. Toka është një nga dhe na jep identitet. Në kuadër të kësaj mënyra se si sillemi me tokën, është edhe mënyra se si sillemi me njëri tjetrin, mënyra se si sillemi me veten, dhe mënyra se si sillemi me të ardhmen. Ajo që do doja unë në kuadër të kandidimit tim në këto zgjedhje, edhe si banor i rajonit 4, por edhe si kandidat për deputet në rajonin 4, është që do të jem premtoj përpara jush do të jem një zë i fortë për shtimin e hapësirave të gjelbra në gjithë qytetin tonë të Vlorës, edhe një zë shumë kritik për sa i përket të gjitha çështjeve mjedisore në tërësi, si edhe një nga pikat e mia të programit tim elektoral. Shpresoj këtu përpara jush edhe gjatë gjithë mandatit tim do të jem shumë kërkues te kryetari i bashkisë, ndoshta sa më shumë vende argëtimi për të moshuarit, për fëmijët, për gjithë rinin e qytetit tonë dhe të lagjes tonë në veçanti. Për më tepër në kuadër të kësaj dite dua të jap fjalën dhe ekspertëve për sa i përket çështjeve mjedisore, të cilët mund na thonë nga ana profesionale akoma më shumë çështje se si mund t'i adresojmë në zgjidhje. Faleminderit të gjithëve që bëhet pjesë e takimit. Shefi i Departamentit të Peizazhit Urban Universitetin Bujqësor të Tiranës, profesor Zydi Teqe, vlerësoi kandidatin Endri Hyseni, që në një fushat politike i kushton rëndësi problemeve të jetës së përditshme. Dhe sigurisht unë një suksese Endrit në kandidimin e tij, por më shumë e vlerësoj formatin e këtij takimi. Është një gjë shumë e mirë, besoj është një mësim për të gjithë tjerët, që ne në një fushat elektorale politike përpiqemi të diskutojmë probleme që kanë të bëjnë me jetën tonë përditshme. Dhe në mënyrë të veçantë, dita e tokës është një rast i mirë për të diskutuar për çështje jetike të jetës tonë përditshme dhe të ardhmes së fëmijëve tanë. Përfaqësuesi i shoqërisë civile, Simori Baj, e cilësoi fushatën e kandidatit të Partisë Socialiste për deputet Endri Hyseni si një fushat moderne. Dhe kjo që ne jemi mbledhur këtu në një lulishtë të gjelbëruar, poshtë të vendeve, një mrekulli që ka krijuar bashkia, dhe ne jemi banorët që jetojmë në këto, dhe mblidhemi sot këtu për të folur për çështje të tilla. Kjo është dhe një fushat moderne për Endrin, të përgëzoj për këtë çështje. Ne duhet jemi gjithmonë qytetar të përgjegjshëm, jo vetëm sot në ditën e tokës. Kjo është një ditë thjesht për ta ngacmuar të gjithë ne, që ne të mblidhemi, që ne të flasim, të kujtojmë këtë çështje, por duhet që ky vrulli i ditës sotme të na mbajë gjatë gjithë kohës. Eksperti në fushën e arkitekturës së peizazhit pranë Universitetit Bujqësor të Tiranës, Silviano, vlerësoi gjithashtu fushatën dhe iniciativën e kandidatit Endri Hyseni. Në erdhi ftesa, Endri sinqerisht të përgëzoj dhe të uroj mbar e mirë në këtë nisëm. Po kur nga erdhi ftesa nga vendimarrës për të dhënë rëndësi mjedisit dhe ne të jemi pjesë ose si kontributor e përmirësimit të mjedisit, e pranuam me dëshirë më të madhe. Është që qytetet tona po vinë e po humbin identitetin lokal. Kështu që ndoshta në vijim kjo mund të jetë një nisëm nga ana jonë ose nga ana e bashkisë tuaj, pse jo në hapësirën publike si këto që kemi, ne të përdorim sa më shumë nga ato bimë që janë autoktone të tona për të fuqizuar identitetin lokal. Jo vetëm atë estetik. Kryetari i Bashkisë së Vlorës, Ermal Dreda, tha se kjo nismë e kandidatit Partisë Socialiste për deputet Endri Hyseni lidhet me ndërgjegjësimin që duhet të kenë qytetarët për të mbrojtur mjedisin. Mirë që Edi në fakt ka bërë edhe këtë
apo ka ndërmarrë të nisëm që të mblidhemi gjithë bashkë sot, e t'ja përkushtojmë këtë takim në fakt një nga atyre momenteve më të rëndësishme që është në rrugtimin ton jetësor, që është mirëmbajtja e ambientit dhe pas tjetër që është e lidhur ngushtë sidomos sot me lidhjen ndërkombëtare të tokës. Çfarë do të thotë? Kjo do të thotë që ne gjithë bashkë na sjell kjo tokë dhe prapë na merr kjo tokë. Por në këtë rrugtim që ne kemi duhet të lëmë edhe një shenjë të mirë, që do të thotë ne të mundohemi gjithë bashkë të ndërgjegjësojmë njëri tjetrin, që kurse si nuk mund të ecim përpara nëse edhe ambienti ku jetojmë nuk është ai që ne duam. Çdo të thotë kjo, dhe me ato gjërat e vogla, me tavat e vegjël që ne bëjmë për ditëshmëri, si të japim kontributin ton të shtojmë sa më shumë zona jeshile, që është edhe gjëja kryesore, zona të gjergjit. Jo vetëm kaq, qoftë edhe ambienti vet, ambienti më i pastër. Se të gjitha këto janë komponentë në fakt që lidhen me njëri tjetrin apo përmbytjet që tha pak më parë. Pjesëmarrësit në këtë takim përgëzuan kandidatin e Partisë Socialiste për deputet Endri Hyseni për qasjen e tij të përgjegjshme dhe vizionare ndaj problematikave të mjedisit, si dhe për fushatën moderne dhe me vizion që po zhvillon, duke konsideruar atë një model të ri angazhimi në politikën lokale dhe kombëtare. Pjesëmarrësit e shumtë në këtë takim, banorë të rajonit 4, theksuan nevojën për ta kthyer transformimin e gjelbërt në prioritet lokal dhe kombëtar dhe për të promovuar shembuj të mirë që frymëzojnë dhe përfshin komunitetin.